Ndaj dhe unë juftoj ju me 11 maj të votoni ekipin e Luciano Boçit. E profesor Luciano Boçit, ta gra dhe burrat mrekullueshëm, të cilët janë krenari për Shkodrën, krenari për Shqipërinë. Juftoj të mbështesni këtë ekip, se përballë është alternativa e krimit. Në Velipoj, përfaqësues të plumgjoks, në Dajç të tjerë, në Dobraç të tjerë. Tani u them atyre unë, u them edhe përfaqësuesve tyre dhe atyre. Në datën 12 maj, qeveria e re do të shpall ju grupe terroriste dhe mos guxoni të kërcënoni qoftë dhe një komisioner dhe një qytetar. Do të përgjigji ashtu që nuk ja u pret mendja. Dhe mos mendoni se u mbron Edi Rama e Benet Besi. Jam mbathin të partë. Jam mbathin të partë. Qytetarë dhe qytetarë të mençur të Shkodrës, ju bëj thirrje, as një vot për Tom Pazarin, as një vot. Vota për Tomen është e tëra vot për Edi Ramën. Tom është skllav i Edi Ramës. Kurse ato partit, o miq, ato partit që u thoni ju se ne nuk kemi për rotacionin, atë në maska, atë në partit, atë në për Edi Ramën, po si nuk jeti për rotacionin, largim një regjimi që po e Shqipërinë, që po largon trit nga Shqipëria, që po i varfron pensionistët, që po varfron shqiptarët, si nuk qenë këti për rotacionin, atër të një vegële e Edi Ramës. As një vot për ta. Miqtë e mi, në Europë shkohet me ideale demokratike. 11 maj është dita që ju firmosni për integrim në Shkodrës dhe Shqipërisë në Europë. Me Edi Ramën shkohet drejt Tom Doshit, me Tom Doshit shkohet drejt Edi Ramës, me Aleancën për Shqipërinë madhështore shkohet drejt Brukselit, shkohet drejt Europës, shkohet drejt Aleancës, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.